10 të rinj shkodran, zënës dhe student po marrin pjesë në edicionin e 2 të shkollës pranverore europiane, që zhvillohet për 4 ditë me radhë në qendrën rinore Atelje në Shkodër. Aktiviteti organizuar nga Bashkia në kuadër të javës europiane synon rritjen e njohurive të të rinjve rreth institucioneve, politikave dhe mundësive që u ofrohen nga proceset e integrimit. Sipas organizatorëve, këtë vit është shënuar një rritje pjesëmarrjes krahasuar me edicionin e kaluar. Është një program që prek disa tema bashkëpunimit, bashkëpunimin rajonal, aplikimin në projekte e të tjera, kështu që interesi i tyre ka viju edhe më pas, duke marrë pjesë edhe në skemin e granteve që Bashkia Shkodër lançoi pas shkollës europiane pranverore. Kështu që është një ndërgjegjësim shumë i mirë, jo vetëm për përthithjen e informacionit bazë, por njëkohësisht edhe për të zgjeruar më tepër iniciativat e tyre që me marrë pjesë në programe të ndryshme, sikurse mundsohen nga Bashkia Shkodër, por njëkohësisht edhe nga donatorë të huaj. Të rinjt pjesëmarrës shprehen se janë të motivuar të thellojnë njohuritë e tyre mbi Bashkimin Evropian dhe në veçanti për programet që BE ofron për të rinjt. Këtu jam për të marrë më shumë informacion lidhje me integrimin e Shqipërisë në BE, dhe pse jam u bë një zë për të rinjt, një zë për të rinjt në rrugën drejt Europës. Aplikova që me marrë njohuri për Bashkimin Evropian, edhe me pas se në çfarë fazet jena ne si Shqipëri për mu integru në Bashkimin Evropian. Edhe me pa të mirat që vinë masit ne të integrohena. Normalisht që këtë trajnim është shumë i rëndësishëm për ne, sepse na formoson, na ndihmon që edhe ne të përgatitena shumë më tepër për me dhanë informacione pse jo dhe të rinjve, për me bën nesër një trajnim ne për të tjerët. Kësaj shkolle të rinj do të ndjekin ligjërata nga ekspertë vendasë dhe ndërkombëtar, me fokus rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Shkolla pranverore mbështetet nga Komisioni Evropian në Shqipëri dhe vlerësohet si një platformë e rëndësishme për ndërgjegjësimin edhe përfshirjen aktive të brezit të ri në proceset e integrimit.